nga Leonard Koja në Window Radio .de. Mirë mbrëma miq, mirë mbrëma, përshëndetje dhe mirë se ritakomi në Horizon. Sot është data 26 shkurt 2026 dhe është puntata radhës Horizon Dita e Njëjte. Pra ne kemi që të dielën që jemi së bashku, kështu që ritakomi sot Dita e Njëjte. Uroj që të jeni të gjithë mirë dhe të keni kaluar mirë dhe të jeni pranë valve të Window Radio, radios tuaj, sepse Window Radio është e juaja dhe ne përpiqemi të bëjmë më të mirën për ju. Ju falenderoj të gjithëve ju që na keni shkruar, që na kontaktoni, na suportoni, por madje edhe falenderoj shumë edhe ata që kanë kritika dhe na ndihmojnë që ne të rritemi. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, dhe për të gjithë miqt e rinj apo për audiencën që janë për herë të parë në Window Radio, unë dua të tregoj edhe një herë, apo të them edhe një herë mundësitë se ku mund të ndiqni Window Radio. Pra Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur. Është websajti zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni muzikë live 24/7, po ashtu emisionin, si dhe mund të lexoni edhe informacionin dhe lajmet e fundit që ne përzjellim për ju nga fushat të ndryshme. Po ashtu Window Radio është edhe në 2 platformat më të mëdha botërore, siç është Radio Box dhe TuneIn. Mjafton që ju të keni njërin nga këto aplikacione. Aplikacionet janë pa pagesë dhe mund të shkarkoni aplikacionin Radio Box ose TuneIn dhe aty të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty. Pra është nder për ne që të jemi në këto 2 platformat më të mëdha të radiove në botë. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot kryesore shqiptare, edhe kjo e njëjta procedurë, pra mund të shkarkoni Radio Shqip dhe aty kërkoni Window Radio dhe mund të ndiqni edhe emisionin live, po ashtu dhe muzikën që është 24/7 përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ i radios tonë. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni edhe emisionin live. Është edhe Facebooku, faqja zyrtare windowradio.de, ku mund të na ndiqni, si mund të po ashtu edhe mund të bëni komente, pyetje, dhe ne do përpiqemi që të përzgjedhim në një pyetje apo diçka që ju keni për të ftuarin që ne kemi sonde. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde apo kanë dëshirë të rindjekin emisionin, emisioni do jetë në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën tonë këtu, pra në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, ndaj është ky ritransmetim në këtë orar. Po ashtu ritransmetimi është edhe nesër në orën 13 me orën evropiane. Por ritransmetimet janë vetëm në Window Radio, pra jo në Facebook, pra mund ta ndiqni përmes këtyre platformave që unë se kam më lart. Po ashtu emisioni do jetë në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio hapësirë.de. Dhe ju mjafton që të bëni një subscribe dhe aty do të vinë të gjitha programacionet, njoftimet dhe ato që ne përcjellim dhe ato që ne përgatisim për ju. Është një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë pajisje Android, mund të shkarkojnë Window Radio dhe mund të na ndjekin edhe në pajisjet Android, pra qoftë në celular, kompjuter apo kudo tjetër. Këto janë disa nga mundësitë që mund të na ndiqni. Unë kam si gjithmonë një kërkesë fare miqësore për të gjithë ju miq. As ne nuk është se fitojmë diçka, as ju nuk humbni diçka, por nëse ju bëni një shpërndarje në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe të ndryshme ku ju jeni antar, mund të shpërndani Window Radio dhe ne të na shtohen miq të rinj, të na shtohen antar të rinj, pra të jemi një komunitet shqiptar dhe të kemi mundësi të flasim dhe të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin. Kjo do ishte e bukur, sepse edhe qëllimi i Window Radio ky është për të bashkuar shqiptarët, për të patur një zë të lirë dhe për të komunikuar njëri me tjetrin dhe pse jo edhe për të promovuar njëri tjetrin. Pra ju e dini miq, të gjithë ju që
keni diçka për të treguar, diçka për të thënë, qoftë një histori, qoftë për të promovuar këngë apo libra apo çfarëdo, diçka tjetër, ju e dini mundësitë se ku mund të na shkruani, pra mund të na shohni përmes rrjeteve sociale, përmes numrave tonë të telefonit të Window Radio, dhe ne do përpiqemi që secilit prej jush t'ju krijoj mundësinë dhe të jetë një dritare e hapur për të gjithë ju, sepse unë kam thënë vazhdimisht dhe them vazhdimisht, stafi, qoftë miqtë e mi moderator, qoftë moderatori në Londër, në Padova apo në Tiranë, qoftë edhe tekniku Jon Bledi, pra të gjithë ne si staf, ne jemi thjesht shërbëtorët tuaj që të kemi mundësi të shërbejmë sa më mirë, dhe ju duhet ata që të na jepni sugjerime, kritika etj. Mos e zgjas shumë unë, sepse unë nuk jam shumë i mirë në monologje, por unë sonte kam një të ftuar të veçantë, sikur keni parë edhe përmes njoftimeve që ne kemi bërë në faqen zyrtare të Window Radio. Pra, unë nuk kam një të ftuar që jeton këtu në Gjermani, nuk jemi shumë larg me kilometra njëri me tjetrin. Është që për 36 viteve emigrant në Gjermani, është doktor i shkencave të filozofisë, është pedagog këtu, pra është një personalitet që vërtet është nder edhe për ne si Window Radio, që ai është pranesh sonde. Dhe unë i them mirëmbrëma zotit doktor Eduard Kaca. Mirëmbrëma zoti Kaca. Mirëmbrëma. Unë të falenderoj që ju jeni me ne sonde dhe e pranuat ftesën të një bashkëbisedim së bashku me audiencën e Window Radio. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe urime për angazhimin. Të falenderoj. Unë faktikisht e kam CV-n tuaj, por do kisha dëshirë një prezantim të shkurtër për dëgjuesit tanë nga vetë ju, kush është Eduard Kaca. Atëherë, faleminderit, unë jam Eduard Kaca, kam lindur në Tiranë në vitin me 6 shkurt 1961 dhe në moshën 6 vjeç jam larguar, internuar së bashku me familjen time në një fshat të Matit. Pasi kur unë isha në moshën 11 vjeç, baba im arrestohet për agitacion propagand. Para se unë të lindja ishte arrestuar dhe për para, pastaj arrestohet në vitin 1972, dhe dënohet në në gjyqin e Burrelit. Më vonë unë arrita të bëj 8 vjeçare në Tiranë, duke jetuar ke vllai dhe motra ime, dhe përsëri kthehem në fshat sepse nuk kisha të drejtën e lejen e qëndrimit, atëherë atë kohë quhej pasaportizimi, nuk e kisha në Tiranë. Detyrohem të vazhdoj një shkollë bujqësore natën për mos ngelur pa shkollë. Pastaj duhet kryja shërbimin ushtarak, kryeva dhe shërbimin ushtarak dhe kthehem në Tiranë në vitin 1985, gjysmë ilegal, sepse përsëri nuk kisha të drejtën e lejes së qëndrimit. Pasi kthehem në Tiranë, filloi edhe një shkollë tjetër të mesme po nate, shkollë mekanike, dhe ndiqja ndërkohë disa kurse të gjuhëve të huaja në mënyrë autodiktate dhe ke profesor privat. Pastaj në kohën kur po afroheshin, si thosh, korriku i 90-s, unë arrita të largohem nga Gjermania nëpërmjet ambasadës gjermane, siç njihet dhe në historiografinë e Shqipërisë dy korriku i 90-s. Pasi erdha në Gjermani, ai regjim që kaloi më kishte humbur gjithçka, po jo dëshirën për të studiuar. Unë më njëherë u përpoqja të bëj shkollën e mesme, të mësoj gjuhën, të bëj shkollën e mesme, pastaj të vazhdoj në universitet deri tek marrja e titullit doktor.
Për mua jeta në atë kohë nuk do të kishte kuptim nëse unë nuk do studioja dhe nuk do arrija qëllimet e mia. Mbase duket disi absurde sot, nëse unë do vija nga një familje e përkdhelur, babai im do ishte një kuadër i lartë i qeverisë komuniste, mbase unë nuk do ta kisha këtë prirje për studiuar dhe për të ecur në jetë. Por kur diçka të mohohet, atëherë tendenca për ta bërë është më e madhe. Shiko, unë jetoj... Shiko, me fal profesor, por doja kur futeni në atë kujtesën e thellë tuajën, ju duket si ëndër ajo periudhë e jetuar para 90-s, ju duket si diçka tepër paradoks, tepër qesharake. Sepse me bëri përshtypje kur më the gjysmë legal në Tiranë, pasaportizimi, pra sikur të ishte vizë për të ikë në Evropë apo për të ikë në Amerikë. Brenda Shqipërisë. Unë punoj për fat të keq dhe të mirë, punoj vazhdimisht me shqiptarë që kanë dhe probleme me shqiptarë që shpeshherë janë në të zezë dhe më thonë shpeshherë unë jam në të zezë. I them unë nuk është ndonjë gjë e madhe. Unë kam jetuar në Tiranë kur Maja Gjerpanës shije, jo këtu në gjithë Europë të madhe. Po, domthonë në atë kohë ne jetonim me shumë iluzione. Iluzionet tona ishin aq të mëdha sepse mendonim që edhe toka, edhe dheu jashtë ishte ndryshe. Normalisht toka është njësoj. Absolutisht. Por izolimi i thellë na kishte shtuar ato mitet, iluzionet në masa shumë të mëdha. Madje unë kur kam parë tokën në afërsi të Brindisit, kur po udhtonim drejtim të Brindisit të shoqëruar nga OKB-ja, mu më ka ndalë loto dhe unë nuk e kam turp të them, sepse mendoja që sepse liria ka çmimin më të madh. Dhe unë për herë të parë ndjeva veten të lirë, në një botë të lirë. Dhe syt më mbushën me lot. Mbase sot mund më vjen turp ta them, por kjo është një e vërtetë e hidhur. Jo, absolutisht, do të kemi parasysh, shikoj, do të kemi parasysh që emigracioni i viteve 90 ka qenë me vërtet një emigracion i dhimbshëm dhe i dhimbshëm në gjithë kuptimin e fjalës, sepse pikës pare po lë vendin, nuk e di se ku po shko, se kishim idenë fare nëse ç'është për te kufirit. Thjesht iluzione kishim dhe ai ka qenë vërtet një sakrificë e jashtëzakonshme, mendoj, profesor. Jo thjesht sakrificë se po lë Shqipërinë, por sakrificë mentale, sakrificë në çdo drejtim. Ne ato pak njohuri që kishim atëherë, brezim, flasun, ishin nga ato romanet e realizmit socialist, dhe mendonim që demokracia ishte diçka e mbinatyrshme. Domethënë çdo shtet evropian kishte një demokraci të kulluar. Por tani mas kaq vitesh kur shohim un kam jetuar 35 vite këtu, 36 vite dhe nuk kam parë vetëm fasadat, por jam menduar të futem pak më thellë në këtë shoqëri, mendoj që ne atëherë kishim shumë iluzione. Madje më kujtohet një emigrant që kishte arrit në Marseille dhe nga Marseja donin përsëri të merrnin strehim politik në ambasadën amerikane dhe nisën nga Marseja në autostradë në këmbë, një grup shqiptarësh. Natyrisht të shoqëruar nga gazetar francez dhe një gazetare franceze pyet emigrantin: "Pse do shkosh në Amerikë? Mos mendon që rrugët e Amerikës janë shtruar me flori?" Jo, tha, rrugët e Amerikës janë shtruar me demokraci. Atëherë ky ishte pikërisht ai iluzioni që ne kishim për perëndimin, për Amerikën, për gjithçka që të kishte të bënte me perëndimin. A mendon profesor që fatkeqësisht jo në ato doza, por edhe sot shqiptarët kanë shumë iluzione për perëndimin? Po, është vërtet që edhe në diskutimet shkencore, sociologjike, në Shqipëri krahasimi është si thosh një lloj argumenti. Ne perëndimi, ne
të hujët. Ne e bëjmë kështu, po e vërtet. ne e themi kështu, ato e bëjnë kështu. Por mendoj që doza është shumë e madhe. Shqiptarët vërtet që ishin të varfër, dolën të varfër, ishin të varfër dhe në dije, jo vetëm nga ana ekonomike, financiare, ishin të varfër në dije, por... Kjo është madhimshme, kjo varfëria në dije që kemi qenë me fjalë, sepse ekonomia, okej. Por nuk do thotë që shqiptarët ishin të paaftë për të ecur ose për të arritur diçka. Ajo ishte thjesht vetëm iluzionet që shqiptarët kishin për perëndimin, kishin për demokracinë. Sepse vetë demokracia është një koncept që ka 2000 vite që artikulohet, por në fund akoma është, si thosh, në një proces përmirësimi. Absolutisht. Madje vëre diçka, profesor, që shpesh më bën të qesh me veten, sidomos kur dëgjoj këta analistë, opinionistë apo qeveritarë, ku dëgjon kur thotë jo tha ambasada, jo tha Brukseli, jo tha Washingtoni, jo kështu, jo ashtu, pra ne më duket se në një mënyrë jo si vitet 90 apo para 90-s, por në një mënyrë tjetër ne përsëri po shtojmë iluzione, jo se po i fshim apo po i ndryshojmë iluzionet. Pra vazhdojmë të kemi shumë iluzione për të huajt apo për demokracinë perëndimore. Dhe nuk kjo ndoshta sepse ndoshta edhe vetë fusha juaj si doktor i filozofisë dhe sociologjisë, kjo apo ndikon shumë edhe tek zhvillimi jon mental si popull për të ndërtuar demokracinë brenda vendit tonë. Pikërisht Shqipëria de jure udhëhiqet nga shqiptarët, de facto udhëhiqet nga të huajt, udhëhiqet nga ambasadat. Ne jemi një protektorat i perëndimit, i ambasadave. Domthon ambasadat ose ambasadorët janë, si thosh, guvernator të pa shpallur. Bravo. Politikanët shqiptarë shkojnë gjoja të shkëmbejnë informacion, por japin informacion më tepër se sa marrin, spionojnë partitë, kolegët, aktorët politik, gjëra nga më të ndryshmet. Natyrisht që ambasadat kanë dhe një repart që është reparti i sigurimit i çdo ambasade, që ju nevojitet informacioni, kështu që ato i mirëpresin informacionet. Ne vazhdojmë domosdoshmë të luajmë një politikë të tillë, një politikë që jemi gjithmonë të varur nga të tjerët. Një politikë vasale. Një politikë vasale, po them, kemi qeveritar vasal. Vasale. Vazhdojmë me atë politikë vasale. Kjo është ajo, kjo është dhimbje. Shiko, profesor, do doja të kthesha pak tek vitet 90. Duke patur parasysh që, okay, ne jemi në shkurt, në korrekt bën 36 vite, ambasada ndoshta ishin ato, jo ndoshta, por ka qenë ajo lëvizja e parë e thyrjes së atij sistemi. Si, nëse mund të shkurt, mirëprak, si ishte ideja, si u lindi ideja, si lindi ajo për të shkuar për të hyrë në ambasada, pra, pak a shumë një rezume të asaj periulle, sepse besoj që është një periull që nuk do ju fshihet asnjëherë, mendoj ajo pjesë kohe. Kur unë isha në moshën 13, 12, 13 vjeç, xhaxha im është arratisur në vitin 1953 dhe ka jetuar në Paris. Në atë kohë ai dërgonte letra nga Parisi dhe letrat atëherë ishin me atë bardhë dhe të kuqe kështu në mënyrë ansore me ca kuadrate të vogla. Dhe unë qysh kur isha i vogël ato letra i shifsha me shumë këshëri, i lexoja sepse xhaxha i shkruante me makinë shkrimi dhe letra vinte e shtypur e printuar, nuk vinte me shkrim dore. Vetëm në shkrimi firma ishte me dorë dhe që atëherë unë mendoja që ta ratisesha. Mendoja dëshira ime ishte Parisi, Franca. Ku do kisha filluar më herët që
të punoja pak me gjuhën franceze në mënyrë autodidakte. Dëshira për të arratisur më ka shoqëruar mua gjatë gjithë jetës, qysh nga mosha 15 vjeç. Por, duke qenë që babai ishte në burg politik, unë isha shumë i kujdesshëm dhe nuk doja të merrja aventura të rrezikshme, por ndoshta erdhi viti 90 dhe unë ndodhesha në Tiranë, erdhi Dykorriku dhe unë arrita domosdoshmë nëpërmjet ambasadës të futem në ambasadën gjermane, pavarësisht se qëllimi ishte për shkuar në Francë, në Paris, por unë ngela në Gjermani, ashtu ishte shkruar, ngela në Gjermani. Dhe unë arrita të hy në ambasadën gjermane bashkë me një mikun tim, dhe pas disa ditësh në qëndrim në ambasadë, nëpërmjet OKB-s ne arritëm të largohemi pa u dëmtuar drejt perëndimit. A kishit frikë, profesor, në atë periudhë, sepse shkollaj ta thuash sot, me ka pa të imagjinot që të hysh në një ambasadë të huaj ku regjimi akoma s'kishte rënë, totalisht. Frika ishte shumë e madhe. Madje her mas here afër ambasadës afroheshin prindër për të nxjerrë njerëzit fëmijët për jashta. Dhe në një moment unë shoh një shok të lagjës, ose një të njohur të lagjës, dhe nga një letër kështu nga ato spageti makaronash arrita të shkruaj një copë letër që do ishte shumë një dokument shumë autentik, por faktikisht nuk ekziston. I shkruaj familjes që unë vetëm i vdekur dal që këtu. Domthonë ishte aq i vendosur për të vazhduar aventurën time, saqë edhe nëse do vritesha nuk e kisha vendosur që mos dilja kur nga ambasada, vetëm i vdekur. Natyrisht që një natë ne u tremën sepse dikush rrëzoi një shishe qumshi nga kati i dytë, ishte një ndërtesë karabina që përveç ndërtesës së parë që ishte ambasada, gjermanët kishin edhe një ndërtesë të dytë që atëherë po rindërtohej, ndërtohej, dhe ishte vetëm si karabina. Dhe ne ishim një pjesë në katin e parë, një pjesë në katin e dytë, nëpër korridore, nëpër gjithë territorin, sepse ishim 3200 veta. Dhe nga mesi natës, nuk e di nëse ishte e qëllimshme, dikush hulli një shishe dhe shisha u thy. Dhe dikush tha na vran. Kaq që u desh dhe e gjithë njerëzit i kapi një panik i pa përshkruar. Domthon 3200 veta u ngritën kërcy nëpër mure, ishin gati të dilnin në rrugë, domthon nga frika. Se mos po na prisin. Por kishin nga ato që hyn dhe dolën, kishin nga ato që nuk dolën, vazhduan rrugën. Pastaj rrugët tona sapo arritëm në Perëndim, sapo arritëm në Brindisi, në Brindisi na priste 2 trena gjerman që ishin jashtë linjës, kishin ardhur qëllimisht për të na marrë ne, 3200 persona që kishim hyrë ka ambasadë gjermane. Dhe unë nisem në drejtim të Italisë, veriut të Italisë, pastaj në Zvicër, ndaluam në Bazel, nga Bazeli pastaj u futëm afërsisht nga jug perëndimi i Gjermanisë, nuk e di se çfarë linje ka marrë treni, dhe në çdo vend zbriteshin vagona të ndryshme me njerëz dhe kishte një organizim. Unë me grupin që unë isha, në vagonin që isha, përfunduam diku në afërsi të Göttingenit dhe aty zbritëm dhe pasi hym në një sallë dhe hëngrëm mjes, ishte ora 4 e mjesit, pastaj na shpërndan me disa autobus në drejtime të ndryshme dhe unë fillimisht arrita në Hetzberg, diku afër Osterode, Hetzberg, domethënë një zonë malore atje. Por kush ishin ato? Fati im i mirë që unë atje takova albanologun e famshëm të ndjerin doktor Robert Elsi, i cili është varrosur në Alpet e Shqipërisë. Po. Dhe i cili ai më ka ndihmuar, jo vetëm mua, po ka ndihmuar edhe babain tim që të lirohet nga burgu, sepse ai shkruajti një letër Amnesty International në Londër, ku tregoi që babai im në moshën 78 vjeç ishte arrestuar përsëri në janar vitit 90 për të 4-ën herë. Kështu që babai me ndihmën e Robert Elsit u lirua nga burgu dhe është i pari dhe i fundit i burgosur politik shqiptar që lirohet me
ndërhyrjen e Amnesty International. Por Robert Elsi është një shembull për mua sepse unë e kam pa atë si idhull, por jo vetëm kaq, ai më ka ndihmuar mua që unë të marr një bursë të shkoj në Hanover dhe të studioj më tutje. Profesor, ato indicjet e para kur mbërrit Gjermani ose kur fillu të stabilizoheshit, ju keni pasditë do pak gjermanisht apo fare? Jo, unë kam ardhur nga Shqipëria me disi italisht, pak anglisht, pak frëngjisht. Që këta italishtën se duan fare? Pikërisht. Kështu që fillimisht unë kam komunikuar vetëm me gjuhën angleze, frëngjishtja dhe frëngjishtja nuk më ka hyrë në punë ajo pak frëngjisht që dija në ato kohë. Kështu që vetëm gjuha franceze, gjuha angleze. Pastaj unë më një kam filluar me gjuhën gjermane, sepse dëshirat ishin të mëdha. Edhe për mua nuk do kishte qëllim jeta nëse unë nuk do arrija qëllimet e mia. Profesor, si mendon se kanë ndryshuar sfidat e emigracionit të asaj kohe, nëse bëjmë një krahasim me kohën e sotshme? Ka të krahasuar? Kemi një emigracion më të zhvilluar apo një emigracion më të organizuar, si thuash, apo jemi akoma në atë pjesën e emigracionit të çrregullt? Fillimisht kontingjenti që ka ardhur me mua faktikisht në ato fillime ka pas shumë probleme. Qoftë probleme penale, qoftë probleme integrimi, qoftë probleme të tjera. Sepse ne vinim nga një vend i izoluar dhe nuk i njihnim normat e rregullat. Pastaj më vonë kanë ardhur emigrant pak më të shkolluar, kanë ardhur emigrant këto vitet e fundit emigrant që s'kanë ardhur si emigrant, por kanë ardhur me kontrata pune dhe mendoj që niveli intelektual ka qenë më i lartë. Të paktën këto 10 vitet e fundit vere domthonjë që takoj njerëz që janë të punësuar në ndërmarrje shpeshherë me anglishtën, më pak me gjermanishten, por që janë integruar më mirë. Si thoshte ajo faza dhe opinioni i keq i viteve të para 91, 92, 93 ka kaluar për shqiptarët. Tani shqiptarët po prezantohen disi më mirë. Tani mendoj që kemi më tepër se deri para ndoshta 10-15 viteve, nëse bëjmë më të quhet një emigracion ekonomik, por 15 vitet e fundit, sidomos besoj se tashmë nuk kemi më një emigracion ekonomik, kemi një emigracion po thosh intelektual, nëse marrim kështu, pra një emigracion inteligjencë, sepse Pikërisht. Dhe këtu tani si shikoni sfidat, sepse të vish për shembull i arsimuar nga Shqipëria apo me një profesion në Shqipëri dhe të vish në Gjermani, po themi, meqense jetojmë të dy këtu, si shikoni këtë lloj sfide? Sa arrin të përshtatemi me tregun gjerman? Përshtatja është një proces i vështirë, sepse ne jetojmë midis dy botërve, ose për shembull çdo emigrant ose çdo i huaj ka dy unë, unin shqiptar ose unin e vendit nga vjen dhe unin gjerman. Unë paktën për veten time e kam përjetuar në këtë mënyrë që kur dal në mes nga shtëpia, unë duhet të sillem si gjerman, duhet të mendoj si gjerman, duhet të flas si gjerman, duhet të ndjej si gjerman dhe duhet përshtatem me normat, mënyrën e gjykimit, mënyrën e sjelljes së gjermanëve. Sa po kthehem unë në shtëpi dhe sa po jam në ambient shqiptarësh, unë mendoj ndryshe, ndjej ndryshe, flas ndryshe, sillem ndryshe. Shumë e vërtetë kjo. Do të kthehem përsëri në origjinën time. Kjo është, si thosh, një konflikt i vazhdueshëm, domthonë ose siç e ka theksuar teorisjenti Huntington, përplasje kulturash, përplasje zhvillimesh, kulturash, qytetrimesh. Dhe kjo është përplasje kulturës dhe qytetrimesh brenda vetes, pra që mund të ndryshosh, si thuash, brenda orës, pra herë
të jesh si gjerman, të kthehesh si shqiptar, pra të jesh gjithmonë në përpjekje për të ruajtur balancat mentale. Pikërisht nga njëra anë, të paktën unë ose edhe shumë të tjerë, domethënë unë jam përpjekur të ruaj ato norma, vlera, tradita më të mira shqiptare, por të marr dhe atë pjesë të mirë të shoqërisë gjermane. Absolutisht. Domethënë si thosh një kombinim midis për të ruajtur një ekuilibër, për të bërë një balancë brenda vetes. Pikërisht. Rreth 2 dekada, po themi, me sa kam unë informacion, ju merrni me migracionin apo e njihni fushën e migratore këtu në Gjermani, dhe kush janë ato problemet më të mëdha që has diaspora në Gjermani, diaspora shqiptare? Problemi më i madh për mua është, përveç integrimit, është organizimi i shqiptarëve. Shqiptarët kanë probleme për të organizuar, për të bashkuar, për të pas shoqata të përbashkëta. Shpeshherë ka shumë shoqata të regjistruar, por që këto shoqata fatkeqësisht janë me një emër ose me 2 emra. Shumë vërtet. Sepse ajo, si thosh, tendenca e të qenurit i pari. Si e kemi në shqiptarë, në shqiptarë e kemi në ADN këtë. Po, e kemi marrë me vete, e kemi sjell këtu. O gjithë general ose ushtar askush. Pikërisht. E vërtet. Po, kjo mendoj që ka të bëjë pak me kulturën tonë, me mënyrën e të mendurit tonë, me shumë gjëra të tonat, me përshtatjen, sepse ne mendojmë që kemi arrit një stat kulture, një stat modernizimi, por unë verej që vetëm ana jashtme, ana e brendshme, flas ana mentale, vërtet që shqiptarët sot vishin më bukur, veshin gjëra të modës, përpiqen në momentin e parë të sillen moderne, të jenë të sjellshëm e tjera, por sapo fillon një konflikt, shqiptari kthehet përsëri tek origjina. Me njerë shfaqet dhuna, shfaqet në probleme. Ne kemi fasadën të kuruar, pra ne përpiqemi të kurojmë fasadën, por jo të brendshme, pra jo mentalen, jo ndryshimin e, po themi, kulturës, apo sepse është vërtet ajo, është shumë e vërtet kjo që thonë ju profesor. Po duke patur parasysh ju keni vite këtu mi 36 vite në Gjermani, dhe pak a shumë ju thatë edhe pjesën e shoqatave apo pjesën e organizimit, por si mendon që është komuniteti shqiptar në raport me komunitetet e tjera? Mendoj që jemi më dobët në organizim se sa komunitetet e tjera. Paktën me aq informacion sa kam, nuk kam statistika të qarta të rregullta. Sidomos me turqit e herë ne jemi se turqit janë komuniteti më i madh, po. Janë më madh, ato janë 4 miliona, 5 milion, nuk e di tash me saktësi, se kanë qenë para shumë vitesh 4-5 milion, ose ndoshta edhe më tepër. Por përveç turqve edhe të tjerët janë shumë më të organizuar, janë më shumë ndihmues me njëri tjetrin. Kanë dhe shkollat, për shembull grekët kanë një gjimnaz këtu, kurse shqiptarët japin kështu orë mësimi për gjuhën shqipe, por të reduktuara 2 orë në javë, gjë e cila nuk mjafton për fëmijët shqiptar. Dhe në ato orë mësimi më tepër mësohen vjeshtë se sa mësohet gjuha shqipe. Dhe kur vjen 28 nëntori apo 17 shkurti, përgatiten bëjnë disa recitime, disa valle, dhe kjo është ajo, si thosh, fokusi i shkollës shqipe në thojza. Faktikisht këtë ndoshta ka të bëjë shumë edhe pjesa e politikës së Tiranës, me fjalë pjesa e qeverisë në Shqipëri, pjesa e se sa të suporton, sepse turqit, me sa di unë, me fjalë turqit, edhe fëmijët i çojnë paraprakisht në kopshte turke një herë, pastaj parashkollor i çojnë në kopshte gjermane.
Pra këtë diaspora besoj se Më duhet fal. edhe vetë qeveria, dy qeverit mi fjalë, shumë ka cila është në Tiranë, po qeveria e Tiranës me të Berlinit, pra duhet të jetë më bashkëpunuesa, po vetë qeveria jo ndoshta duhet të jetë më kërkuese në shumë çka të organizimit të diasporës. Diaspora është lënë mas dorës gjatë gjithë kohës, duke thyer dhe një nga ligjet më të mëdha të njerëzimit, të dhënjes dhe të marrjes. Adheu vetëm ka marrë nga diaspora, por si ka dhënë asgjë diasporës. Shumë vërtet. Madje Prishtina është një hap më afër me diasporën e shqiptarëve të Kosovës, kurse ne kemi shumë probleme. Janë bërë disa kuvende të diasporës të shqytura, po më tepër është tërhequr biznesi për arsye interesash, se sa janë thirrur njerëzit që mund të thonë diçka. Ose kanë për të thonë diçka. Edhe aty janë bërë seleksionime sepse duhet të ishin pikërisht të krahut majt, të mbështesin krahun e majt të qeverisë të tjera të tjera. Pra diaspora vazhdon të shikohet si një rimitancë ekonomike deri dje, tani edhe rimitancë politike, pra rimitancë votash, por jo të ketë atë forcën e vet, përdesa gjysma e Shqipërisë, mos ndoshta edhe më shumë, po të paktën gjysma jeton në diasporë. Për herë të parë diaspora votoi, madje kjo kërkesë u bë nga Lëvizja Shqipëria Bëhet, ndoshta edhe disa parti të tjera, nuk e di mirë me siguri, por u arrit. Ndërkohë që u arrit të votojë diaspora, ishin përgatitur skenaret, domthon edhe vota diasporës u manipulua. Domthon informacione shumë të sigurta që vota diasporës është manipuluar. Nga një anë bën gjoja sikur u bë një arritje nga qeveria dhe u caktu, nga ana tjetër domthon vota diasporës u manipulua. Shiko, doja, gjithmonë me mirë kuptimin tuaj, që të bëjmë një bisedë shumë të thjeshtë, sepse ne që jetojmë në diasporë, ndoshta shikojmë gjërat më shumë me gjak ftohtësi, apo i analizojmë më ndryshe, dhe profesor, a mendon që diaspora është e pa aftë të organizohet dhe të marrë fatet e vendit në dorë, apo është një diasporë e përçarë, në fragmente, sepse nëse ne themi Shqipëria është keq, Shqipëria nuk bëhet, diaspora, çfarë mendon se duhet bëj diaspora? Se kush është problemi? Diaspora është e fragmentuar, ka problemet e veta, por mendoj që diaspora ka resurse shumë të mëdha. Ka resurse më të mëdha se sa vetë shqiptarët e në Shqipëri. Sepse po të hedhim një vështrim të largët, nëse flas për rilindasit e vjetër, nëse rilindasit e vjetër nuk do ishin përpjek me mish e me shpirt për të ringjallur identitetin, për të bërë pavarësinë e Shqipërisë, ne mbase sot nuk do kishim as fletin shqiptar dhe as gjuhën shqipe. Të shtet që e kemi disi të cunguar. Shumë vërtet. Por jo vetëm kaq, diaspora ka luajtur gjatë gjithë kohës një rol vendimtar në ndërtimin e shtetit shqiptar, në ndërtimin e demokracisë, në ndërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, madje edhe lufta e Kosovës nuk do ishte arritur po mos ishte diaspora. Por, si thash dhe më sipër, është thyer një ligj i njerëzimit midis adheut dhe diasporës. Domthonë, adheu ka marrë gjithmonë nga diaspora dhe nuk ka dhënë asgjë. Natyrisht që diaspora ka resurset e veta, ka kuadrat e tyre, por që nuk gjejnë mbështetje për të bërë diçka në Shqipëri. Nëse do ishin, atëherë vërtet politika shqiptare do kishte një tjetër dimension. Demokracia në Shqipëri
nuk do ishte kjo që është sot. Po të hedhësh një vështrim, ne përpiqemi të ndërtojmë një shtet të së drejtës, kemi ndërtuar faktikisht institucionet, po të gjitha institucionet janë të varura. Janë ndërtuar në mënyrë formale dhe janë gjithmonë të varura. Nuk kemi akoma institucionet pavarura. Po të vesh re strukturat e partive politike, të vjen keq, sepse vetë partia, se si funksionon, partia është një institucion. Absolutisht po. Kurse kene është një grup që ka një njeri, një të parë dhe ai vendos për gjithçka, si një bajrak apo si një shtet apo një kryetari i partisë vendos për gjithçka. Pastaj ato rregulloret, statuti i partive është vetëm formal. Sa kohë nuk kemi demokraci brenda partisë, nuk mund të kërkojmë demokraci brenda shtetit. Absolutisht e vërtet, sepse partia është ajo që bën shtetin, apo që bën ligjet, apo që merr drejtimin e vendit. Po mirë profesor, a mendon sepse ne dëgjojmë shpesh, jo shpesh, por gati për ditë, jemi tranzicion. Profesor, kaluan 35 vite, mi fjalë dhe ne akoma vazhdojmë të përmendim tranzicion. A jemi në tranzicion apo ne akoma nuk ka demokraci në Shqipëri? Thjesht kemi ndryshuar emër sistemi, por jo ndryshim mentaliteti apo shtet formimi. Si shikon ti më tepër nga fusha sociale, filozofike, politike, jo thjesht si një qytetar apo çfarë po ndodh, që thon 35-6 vite dhe ne vazhdojmë akoma. Po, tranzicioni është bërë më se qesharak, ka 35 vite që themi jemi në tranzicion, madje po të krahasohesh me në kohën e socializmit që thonim në atëherë do shkojmë në komunizëm, janë pothuajse e njëjta paralele. Shqipëria, paktën nga studiuesët e huaj, një ndër studiuesët gjerman, Wolfgang Merkel, cilëson Shqipërinë si demokraci me defekte, demokraci si përfaqësore, demokraci jo e konsoliduar e të tjera adjektiv që përdor, mbiemra që përdor ai. Por unë mendoj që demokracia në Shqipëri është një demokraci ose një sistem si përfaqësor. Nëse administrata vihet në shërbim të votës dhe vota manipulohet, nëse komisioni zgjedhor do 2 muaj, 3 muaj për të nxjerrë rezultatin e zgjedhjeve, atëherë kjo nuk është demokraci, kjo është vetëm emri. Këtu edhe Kosova ne ka kaluar, Kosova brenda 12 orëve nxjerr rezultatin. Po, vëllezërit tanë të Kosovës janë shumë më përpara se ne në këtë pikë dhe po arrin të ndërtojnë një shtet më serioz se sa ne. Kurse ne, për fat keq, shteti jonë është kthyer në një shtet qesharak. Mos hy me emra, me gjëra, me ashtu, por nuk është emra, se ka probleme që ne hasim për ditë, mund të përdorojmë emra, po. Është një fatkeqësi e madhe, domthonjë që Shqipëria ka sa plot njerëz të ndershëm, të mirë, që mund ta drejtojnë atë vend, njerëz të papëlyrë, njerëz të ndershëm, për fat të keq që e keqja e ka mundur të mirën. Dhe më e keqja është sepse në kokat e shqiptarëve ekziston një mekanizëm i papar që ne nuk e shohim. Domthon anormalja kthehet shumë shpejt. Ndodh një skandal, sot ndodh një skandal, nesër ndodh një pas nesër dhe perceptimi i njerëzve kthehet nga anormalja në normale dhe populli thot, është normal të vjedhësh, është normal të dëgjohet kjo, është normale kjo, normale kjo, dhe nuk ka asnjë lloj reagimi qytetar. Edhe ato reagime që janë të disa shoqërive civile të vogla, domthonë nuk kanë efektin e duhur. Shiko profesor, ju keni, si thon 36 vite pa një kulturë formimi gjerman
qoftë si individ, qoftë si kulturë, formimi, punë, etj. Tani, ne kemi parasysh që këtu në Gjermani, për shembull, kudo në Perëndim, se s'është puna në Gjermani, por kudo në Perëndim, është shoqëria civile, është sindikata ajo që, si thosh, bën oponencën më të madhe të qeverisë dhe që i thonë që drillet ekonomia. Kurse, a mendon që u bë me dashje eliminimi i shoqërive civile apo i sindikatave, sepse ato sindikata që janë thjesht nga me sindikat, po ato janë si me flamur partije. Dhe ku e shihni sfidën më të madhe që ne si shqiptarë kemi me veten tonë për ndryshimin e kësaj situate? Kultura politike, për mua konfliktet më të mëdha, konfliktet politike e kanë rënë nga kultura jonë. Mënyra e të menduarit, mënyra e të gjykuarit që ne kemi është, si thosh, baza e gjitha konflikteve. Ne nuk mund të mendojmë jashtë grupit, jashtë klanit, jashtë grupit të vogël. Mënyra e të menduarit është konflikti jonë më i madh që ne duhet të ndryshojmë. Vërtet, është e vërtet kjo, sepse pra siç e thekë të lidhur më përpara, është mënyra se si ne mendojmë dhe mënyra se si ne anormalën e kthejmë në normale. Pra normal ka vjell, normal të honosh femrën, normal të rrafësh fëmijën, ku diun, ne pra që këtu ndoshta fillon e problemi i madh. Dhe a duhet presor më shumë të jenë mediat të merren më shumë me njerëz si puna juaj, pra me psikolog, me sociolog, me njerëz të filozofisë politike, pra për të patur sa më shumë, sepse të kemi parasysh edhe ndikimin e medias në komplet të llovisë, ngrihesh në mëngjes, ndërsa televizorin dhe të shohësh kronik të zezë, në direkt po ashtu, në darkë kronikë e zezë, reality show pafund. Pra, a mendoni që duhet edhe vetë pjesa e filozofisë, sociologjisë të jetë më aktive? Kur media të jenë plotësisht e pavarur, atëherë do jenë problemet disi do trajtohen më ndryshe, por siç dihet, domthonë ne kemi 3 pushtete, pushteti ekzekutiv, pushteti legjislativ dhe pushteti qendror, po. Pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe ekzekutiv. Po, juridik dhe pushteti i medias, që është pushteti i 4. Pushteti i medias që është pushteti i 4, por për fat të keq në Shqipëri media është pushteti i 2 ose pushteti i parë. Paktën në botën e ujë media është pushteti i 4, mas judikativ, ekzekutiv, legjislativ. Se s'po më kujtote. Po. Kurse në Shqipëri media është pushteti i 2 ose pushteti i parë. Media kontrollon gjithçka. Domthonë Shqipëria në komunizëm, dhe kjo është një mentalitet i trashëguar, në komunizëm thuhej që Shqipëria jepte me Radio Tirana në 190 gjuhë të huaja. Jepte propagandën që ne ishim kopshti me lule, shkëmpi granitit në brigjet e Adriatikut. E njëjta mendësi është trashëguar sot në Shqipëri. Ne duke manipuluar të gjitha mediat, duke kontrolluar gjitha mediat, dhe shqiptarët hajnë vetëm propagandë nga mjesit deri ndarkat. Madje, për fat të keq, dikur kena pas njeriu e ri komunist, sot kemi njeriu e ri patronazhist. Dhe kjo është produkt i tranzicionit. Ti tranzicionit të famshëm që ne s'po na lëshon 35 vite. Që nuk ka as fillim as fund. Sepse në komunizëm ka qenë edhe Polonia, Bullgaria, Çekia, Slovakia, po këta në Bashkimin Evropian, me fjalë, kurse ne akoma vazhdojmë të jemi në tranzicion. Se një herëzi kemi ndryshuar sistemet, por ne vazhdojmë tranzicion akoma. Ne mendojmë që
Shqipëria ka arritur një farë demokracie. Faktikisht janë ndërtuar disa institucione, si e përmenda edhe më përpara, por këto institucione janë të kapura. Unë mund të them, paktën unë jam i këtij mendimi që Shqipëria ka fut disa element parademokratik, jo demokratik, por parademokratik në politikë bërën shqiptare. Madje këto elementa parademokratik, Polonia, Çekia, Gjermania lindore i kishin fut në vitet 80, 1980. E vërtet. Sepse Polonia kishte shoqëri civile, edhe Gjermania lindore, edhe Çekia, domethënë ato ishin shumë më përpara se ne. Pikërisht është kjo kultura politike që ne jemi shumë interesante. Shumë interesante kjo lidhja juaj. Shumë interesante, shumë e gjetur. Po vëmë re nëse për vetëm shumë problemeve, për shembull ndoshta dhe ju e keni ndjek lajmet apo ndjek shtypin shqiptar dhe pothuajse Juglindja është fare shkëputur nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Po ashtu në rrjoll të Shkodrës së Velipojës edhe atje protesta, gabitje, dikush thotë po gabitje toka, tjetri thotë e kam me letra, po rrëzohen ura, rrugë, probleme pa fund dhe shoh një popull të fjetur. Çfarë ka ndodhur me popullin tonë, profesor? Pra duke patur parasysh që ju keni dalë përballë një sistemi në vitet 90, kurse sot që kemi më shumë universitete, më shumë rrugë për të parë, për të njohur, dim shumë gjuhë të huaja, kemi luks, kemi makina luksi, dhe sot ne na shëmbën rrugët, na shëmbën urat, na villet prona dhe nuk reagohet. Shqipëria është në një kaos pa parë. Flas një mendim tuaj duke patur parasysh shkollimin tuaj, punën që ju bëni, jo thjesht për ta parë në këndvështrimin politik për të thënë ky i mirë apo ky i keq. Po flas të kuptoj. Mentalitetin popullor. Shqipëria bën një organizim të organizuar dhe një organizim të organizuar. Shqipëria është nga fillimi deri në fund është kaos, rrumpall dhe nëse nuk desha të jepja një shembull se nuk do të përmend emra, por në Shqipëri mungon dëshira, mungon serioziteti, mungon vendosmëria, mungon kualifikimi, mungon dëshmëria, mungon njerëzit që duan ta bëjnë atë vend. Ato që kanë 35 vite aktorët politik që janë që drejtojnë Shqipërinë të gjitha partive, mendoj që e kanë mbaruar ciklin e tyre me turp. Edhe ato studentët e 90-s që na erdhën me llafe të mëdha atëherë e dum Shqipërinë si gjithë Europa, mos them 100%, po 90-85%, 90% janë korruptuar, janë të papastër. Nuk kuptoj. Domthon babzia dhe kontrolli i çdo qelizë ka bërë që ky popull të vujë dhe ky tranzicion të jetë qesharak. Shqipëria ka nevojë për një përmbysje të madhe, ka nevojë për një ndryshim radikal në çdo qelizë, në çdo fushë. Madje në këto 35 viteve, koncepti që është artikuluar më shumë, për fat të keq, është kanceri i Shqipërisë, është koncepti tender. Të gjithë e dimë se ç'është tenderi, e mori tenderin, ja dha tenderin, fitoi tenderin, e mori, i dha, e bëri. Tenderi, në kuptimin tim, është, ose do përkthej, të gjithë e dimë se ç'është tender, vjedhje masive e ligjëruar nga qeveria. Shumë saktë. Edhe në 4-5 duar. Pikërisht, edhe sa në 4-5 duar. Edhe unë mund të them me plot siguri që në 35 vite asnjë tender i ndershëm nuk është ekzekutuar ose nuk është kryer. Atëherë, kjo është tranzicioni qesharak. Sepse ti po nuk gjetë mekanizmat
për ta shmangë të korrupsion, mos flasim për doganat e mos flasim për gjërat e tjera, po marrim vetëm tendrat, sepse ato janë kështu, të gjitha ato që vinë në pushtet janë të etur për të pas tendra që të vjedhin në mënyrë masive, jo të vjedhin kështu gjëra të vogla. Sotesht. Kjo është shoqëria shqiptare. Domethënë shoqëria jonë, domethënë në çfarë gjendje ka arrit. Dhe ato pak vlera, nder, moral, tradita që i kishim, i kemi shkelur me këmbë. Sot jemi zhveshur lakuriq. Dhe madje prej shiko, unë një fillon fushën e psikologjisë atë kam studiuar, dhe nëse deri dje ka qenë familja shqiptare në krizë, unë sot e shoh familja shqiptare po humb dignitetin, jo më në krizë. Dhe kjo është ajo e dhimbshmja. Sepse të të prishet rruga, ti mos të reagosh, të vi të marr pronën, ti mos të reagosh, të reagoj një grusht njerëzish dhe tjerët të bëjnë se hir, shqiptari se ka pas zakon këtë më profesor. Unë nuk e di se çka ka ndodhur. S'po arrit ta kuptoj. Është shumë turp. Atë kur shqiptarët nuk kanë qenë të organizuar, s'kan pas telefona, s'kan pas kurier, s'kan pas asgjë dhe ju kanë bë ballë serbëve. Lufta e Seljanit. Po, domthon janë grumbullu Kukshan, Dibran, Matjan janë mbledhë dhe kanë luftu me pak mundësi dhe kanë rujt kombin. Kurse sot del një grusht atje nga fshati apo zona atje e Rjollit dhe nuk shkon as kushti dhe sot pash ishin rraf me ca polica, ca civil, ca polica, ca palaco atje që nuk meritojnë emrin polic. Duke rraf qytetarët. Edhe populli shikon. Nuk ka asnjë lloj reagimi, shumë turp. Vetëm reagojnë përmes Facebookut, përmes rrjeteve sociale dhe nuk shkon askush të mbrojë ata njerëz, sepse jo thjesht rrylli por kështu po ndodh çdo kund. Bregdeti u voll, do të zorri burri huj paketa maleve, do të marr bjeshkë, do të marr kullosën. Dhe nuk reagon. Nuk e di, mi falësh të shiko profesor. Tashpa kemi edhe juglindjen, totalisht pothuajse të shkëputur nga Shqipëria. Nuk është puna thjesht i grusht njerëzve, a do kenë autobus të vi nga Korça në Tiranë ai. Po mirë. Po veshmbathja, po ushqimi, po furnizimi me gjitha gjërat e nevojshme që i duhen njeriu, si do bëhet. Po je i smur, është dikush i smur, si duhet të vijë në Tiranë ai? Pra janë bërë rrugët 22 milion euro 1 kilometër rrugë, o profesor. Dhe u shkërmoqen si t'ishin sheqer. Kur babzia ka lënë çdo imagjinat, atëherë nuk është ndërtuar asgjë, sepse parat janë shpërndar me WhatsApp. Janë shpërndar me këtu dhe nuk është pa cilësia, nuk është pa, verbëria për të vjedhur kalon çdo normë. Prandaj është bërë Shqipëria cop. Gjithë rrugët janë bërë për shesh. Shqipëria do të hyjë në Europë. Ku në sa Europë do të hyjë Shqipëria? Në sa Europë do të hyjë Shqipëria? Nuk e kuptoj sinqerisht. Shikoj profesor, duke patur parasysh që brezi jon që jemi në diasporë, ne akoma kemi atë, si thosh, dëshirën apo e njohim na merr malli për vendlindjen etj. Por ne kemi një brez të rritur këtu, kemi fëmijë të rritur këtu, që pranemi ai brezi ndërmjetëm i brezit që po rritet në diasporë dhe me pjesën e Shqipërisë. Problemi është që duhet të dalë diçka më konkretisht në një bisedë me ju. Jo thjesht ai ka ardhur koha diasporës të marrë shanset e vendit në dorë, sepse unë do të thosha është kombi në rrezik, jo thjesht shteti, kombi në rrezik. A mendon që diaspora duhet vërtet të organizohet në mënyrë fuqishëm, jo thjesht për të bërë një post politik apo për të patur një vend politik atje, por për të organizuar rininë e diasporës, për të afruar të rinj pranë Shqipërisë? Është detyrë imediate kombëtare, domthon
i çdo personi që jeton në diasporë të bëjë diçka më tepër për atë vend. Edhe kthehemi përsëri që diaspora, rilindasit e vjetër nuk pushuan, ne vazhdojmë, por angazhimi duhet të jetë më i madh. Duhet të jetë më i madh sepse pritet më shumë nga ne. Ne kena marrë një kulturë pak a shumë perëndimore, sepse edhe nëse nuk do ti ta marrësh të kulturë, ky shtet ta detyron që të respektojsh normat. Ne jemi edukuar tash me këto norma, me këto rregulla dhe përpiqemi të çojmë atë më të mirën atje. Unë jam angazhuar politikisht, unë i kam rregulluar punët e mia me djers, me ndershmëri, por mendoj që kam akoma të t'jap atij vendi. Unë mund angazhohesh edhe në politikën gjermane, por nuk ma bën dot zemra që unë të angazhohem. Domthon, zemra ime rreth shqip. Edhe pavarësisht se unë nga i vend kam marrë vetëm hidhrime, fatkeqësi, drama etj, ai përsëri është vendi im dhe unë dua që ai vend të bëhet si gjithë vendet e Europës, sepse i ka të gjitha mundësitë. Por, si thash më sipër, mungon dëshira, mungon vullneti, mungon serioziteti, mungon vendosmëria e shumë gjëra të tjera. Shiko profesor, ju e keni tentuar, keni qenë kandidat i koalicionit Nismës Shqipëria Bëhet për zgjedhjet e 11 maj 2025. Dhe konkretisht, pra pikërisht çfarë ju shtyu që ju të kandidoni të qarkun e Tiranës, të angazhojë me politikën e Shqipërisë, të linjat e rehatin tuaj, po themi të punëve tuaja, të dekanatit, të pedagogjisë, të komplet punës që u bëni në Gjermani dhe të angazhoni me politikën. Dhe thosha, u zhgënjyet apo ishi brenda pritshmërive tuaja para se të hyshi për të marrë me politikë? Jo, duke e njohur mentalitetin e popullit shqiptare, politikës shqiptare, unë e kisha një farë pritshmërie, por duke menduar që unë duhet t'jap kontributin tim, aq sa kam mundësi, dhe duke parë që politika 35 vjeçare e ka marrë misionin e saj, unë jam angazhuar me lëvizjen Shqipëria Bëhet, sepse aty janë vajza dhe djemë të ri që kanë lindur nga shoqëria civile. Vetë lideri i lëvizjes Shqipëria Bëhet ka 15 vite që merret me shoqërinë civile dhe mendoj që edhe me protestën paqësore që ai dhe shumë të tjerë po bëjnë përpara kryeministrisë, po shkojnë gati 3 muaj që janë natë ditë atje, kanë sjell një qasje të re në politikë bërë në Shqipërisë, duke ringjallur shpresën dhe duke kthyer besimin se ai vend do të bëhet. Sepse vetë koncepti Shqipëria Bëhet, mendoj unë që është një koncept i mirë studiuar, i mirë gjetur, sepse ekzistonte psikoza Shqipëria nuk bëhet hikim, por Shqipëria e mirë e keq është Shqipëria jonë. Ne duhet bëjmë diçka për atë vend. Nëse ne të gjithë hikim, atëherë kena bërë vetvrasje. Kemi shkatëruar identitetin ton, kombin ton. Shumë vërtet. Shiko profesor, okej, ju jetoni në diasporë, nuk është puna se ne duam të hyjmë të bëjmë atë thashë themin politik të Tiranës, por për vetë zotin Lapajn, sidomos po flasim për pjesën opozitare, vetë Sali Berisha, vetë Partia Demokratike, s'ka lënë gjë pa thënë, jo Patricia Ramës, jo i Shërben Ramës, jo, ku diun, s'ka lënë gjë pa thënë. Dhe tani vetë zoti Berisha i shtrin dorën Lapajt për bashkëpunim. Në fakt, të gjitha partitë kanë një pikë të përbashkët, partitë opozitare flasim, që të gjithë duan të largojnë Ramën, por pothuajse të gjithë kanë prapë një pikë të përbashkët që nuk duan bashkëpunim me Berishën. Tani marrësh informacion sa ju keni, apo marrësh kontakt sa keni ju me vetë me zotin Lapajn,
kush është një qëndrim i saktë që Shqipëria bëhet? Sa ka patur Shqipëria bëhet mbështetje nga vetë Partia Demokratike, sepse zoti Lapaj ka qenë dhjetor që ka ngritur çadër para kryeministërisë, rri atje, rri një grup njerëzish atje, shkon Partia Demokratike bën protest, këta spostohen. Pra, kush është një qëllim apo një program apo çfarë mund të përbashkohen këto dy forca, si e shikoni ju? Lëvizja Shqipëria bëhet ka bërë me 10 herë kërkesë që partitë e opozitës të mëdha të vogla, të majta të djatha, të lënë logët flamujt e partisë dhe të vinë me flamurin kombëtar dhe të bashkohen si qytetarë të lirë përpara kryeministrisë. Për të luftuar të keqen më të madhe. Ne në historinë tonë, shqiptarët flasë, gjithmonë kanë trokitur ke kundërshtari më i dobët për të luftuar për momentin kundërshtarin më të madh. Dhe në këtë moment, kundërshtari më i madh është qeveria. Dhe Lëvizja Shqipëria bëhet, vetë lideri i Shqipëria bëhet, zoti Lapaj, ka bërë thirrje me 10 herë të gjithëve që të vinë dhe të bashkohen për një qëllim përbashkët për të mirën e Shqipërisë, për të ndryshuar Shqipërinë. Por deri tani nuk kemi gjetur shumë mbështetje. Ka tek tuk figura dhe nga Partia Demokratike që kërkojnë që të bashkohen, por deri tani nuk ka gjëra konkrete. Madje është ngritur një forum politik nga Hasimeja për të bërë ndërmjetësimin, por deri tash nuk shoh ndonjë rezultat. Më thënë drejtën, më duken këto forumet e pajtimit politik duket si tjetë ato pleqësitë e fshatrave apo pleqësitë e pajtimeve të gjaqave apo të katërresave që kanë qenë dikur. Nuk e di, nuk më blen ndonjë shije të mirë të lloj forumesh, sepse Shqipëria besoj se nuk ka shumë nevojë më për shoqata, për organizata, për forume. Shqipëria ka nevojë për reagim, ka nevojë për të rritë shpresën, për të rritur frymën. Dhe nuk e di, me fjalë gjithsesi shpresoj të bëhet më e mirë, apo Shqipëria bëhet sa e kënaqur është me diasporën. Unë mendoj që Shqipëria bëhet paktën pa qenë subjektiv edhe në zgjedhjet e 11 majt, Shqipëria mund të ketë qenë në Gjermani forca parë. Pavarësisht sepse thesi ka shku në rrinas dhe është ndryshuar komplet thesi. Nuk ka rëndësi. Megjithatë, ajo ka kaluar tash, të gjithë e dinë rezultatin, të gjithë e dinë marifetet e hilet, por unë mendoj që lëvizja Shqipëria bëhet dhe jetë forca më e madhe politike në diasporë. Unë jam sekretari përgjithshëm për Gjermaninë dhe po mundohem të ngrej disa struktura, disa degë në për Gjermani. Dhe mendoj që ku jeni këtu profesor? Si është organizimi pikërisht në Gjermani, me që se ju merreni jeni sekretar për Gjermaninë, dhe si është organizimi, sa janë të interesuar shqiptarët të afrohen, të bashkëpunojnë, të jenë, si thosh, pranë lëvizjes Shqipëria bëhet? Shqiptarët janë shumë mbështetës, domthonë janë lodhur me politikën, me ping-pongun majtas djathas deri tani dhe kërkojnë një lëvizje të re. Dhe kjo lëvizje e re mendoj që është lëvizja Shqipëria bëhet. Ne kemi një degë të fuqishme, shumë të konsoliduar në Düsseldorf, kemi degë në Dortmund, kemi në Frankfurt, kemi në Stuttgart, në Munich, kemi në Hamburg, kemi në Berlin, Nuremberg, po përpiqemi të ngrejmë dhe degë të tjera. Flas për Gjermaninë, pastaj kemi në Bruksele, kemi në Angli, kemi. Nuk kuptoj. Dhe keni filluar të, si thosh, për kodin zgjellor, për shembull, çfarë thot, sipas bisedave që u keni edhe vetë me drejtuesin, kodi zgjellor, me sa diskutohet dhe flitet, me fjalë është një kod që do bëhet
për partitë e mëdha, partitë e vogla do të dalin jashtë loje, pra do ke shumë më të vështirë dhe ka lëvizje në këtë drejtim për të mos e lejuar këtë kod zgjedhor, sepse me sa kemi informacion edhe dy partitë e mëdha kanë rënë dakord qoftë për reformën territoriale, qoftë për kodin zgjedhor, pra kanë bërë një farë dakordësi ata. Po, kanë bërë gjithmonë dakordësi sepse ato shohin gjithmonë interesat e tyre. Nëse do duhet bëjë një kod zgjedhor, ne jemi për proporcional, kombëtar. Proporcional, kombëtar. Po. Në fakt ai do ishte drejt, ai fakt territoriale ajo duhet të ndryshojë sepse është bërë për arsye politike, qëllime të tjera, domon ajo dihet, kështu që ne mendojmë që edhe ajo ndarja territoriale duhet të ndryshojë. Në këtë të dytën ka më pak informacion, por lidhur është pikërisht PD-ja dhe PS-ja që bëjnë marrëveshje. Bëjnë marrëveshje. Bëjnë marrëveshje që ju levërdis atyre, që ju intereson atyre. Dua të më japësh një mendim apo këndvështrimi i mendimit tënd, si e shikoni filozofikisht moralin me politikën? Kanë lidhje këto bashkë? Po, pikërisht që në Shqipëri politika bëhet pa moral fare. Domthonë morali nuk njihet më fare në politikë, njihen vetëm interesat, nuk njihen principet, sepse principet janë principet ato që mbajnë moralin. Sëdisht. Kështu që mendoj që i shikoni të ndara, nëse mi fjalë politika me moralin, politika e Shqipërisë me moralin, pothuajse nuk takohen gjekundi ose takohen fare rrallë. As pak. Nëse do kishin moral, nëse njeriu do kishte një farë ndërgjegje pas çdo gjë, njeriu duhet të thotë më fal, tërhiqem, kaq ishte, kam bërë gabim, kam bërë keq, le ta gjykoj historia. Po jo me forma nga më të ndryshme të me jena lodhur me këto modelet e justifikimit, me modelin e propagandës, me modelin e të dalim pak tek me datën 1 mars, Shqipëria bëhet ka protest. Me datën 28 shkurt ka protest Partia Demokratike. Dhe pse nuk bëhen bashkë për të protestuar Shqipëria bëhet dhe Partia Demokratike? Ja, është pikërisht që PD-ja nuk është komplet e pasur në këtë ndërmarrje. Ne e kishim lajmëruar më përpara protestin që është më 1 mars, dhe ato e bëjnë një ditë përpara nesh. Më duket disi jo shumë e pasur. Nëse ti kërkon që të afrohesh për një bashkëpunim për të krijuar një front të madh, atëherë duhet të ketë çik më tepër moral në këtë drejtim. Te duhet pikërisht me një ditë përpara. Boje 5 ditë më mrapa. Ju kuptoj. Nëse këto janë gjëra që nuk po të pas me saktësi, por mendoj që mu nuk më duket as pak e moralshme që një lëvizje siç është lëvizja Shqipëria bën protestën me 1 mars dhe partia e dytë ose një nga dy partitë më të mëdha bën me 28 një ditë përpara me 28 shkurt. Ja, unë do jem nesër u the për... Si është organizimi, profesor? Prisni të ketë popull njerëz në protestën e 1 marsit dhe po, do ketë... Shpresojmë. Megjithëse njerëzit janë të lodhur, shpresojmë që të kemi mbështetje. Megjithëse që do udhtoni nesër, do ketë edhe të tjerë nga diaspora që vinë në protestë? Po, do ketë. Janë lodhur i fikse të kanë ardhur disa herë, po besoj që do ketë. Dhe më vetëm nga Düsseldorfi janë pak të 2-3 veta. Nuk kuptoj. Po jo, sigur 2-3 këtu, 2-3 atje, normal. Po mirë, profesor, që të bëj një pyetje kështu më të drejtë për drejtë.
Kanë kuptim këto protestat e fundjavës? Ndërkohë që Partia Demokratike bën të shtunën në orën 6 të darkës. Ditë të shtunë, kryeministri është në qevë vet, qeveria qevë vet, fundjavë, Shqipëria bën të dielën në drek, mos qofsha gabim. Pra kanë kuptim këto protesta fundjavë? Ai kanë ose përveç kësaj edhe një nënpyetje tjetër. Ai kanë koha që populli duhet të rrijë në shesh, jo thirrë si ta thrasësh, hajde të pim një kafe dhe tani shkon te shtëpia jote. Ka kohë të organizohet ndryshe protesta? PD-ja ka kohë që thot do vinë dhe do rrim në shesh. Edhe pas çdo proteste, pas 2 orëve largohet edhe hikën. Kurse ne vazhdojmë me pak njerëz po të qëndrojmë natë ditë në shesh. Ato nëse duhet vinë aty dhe mos kthehen më në shtëpi, po të rrinë natë ditë aty. Atëherë merr, si thosh, frym lëvizja qytetare. Po jo, hajde, hidh ca shashka, bëj zhurmë, bëj ca flak, dëmton ai polic. Edhe kjo që e bëjnë natën, më duket e bëjnë që se shtyjnë sa djem të ri atje me kapuça që të hedhin në gjotë, bëjnë sa gjëra. Jo shumë të... Me qenë realist, Shqipëria bëhet e ka hellë dorashkën, me fjalë, sepse sa bëri të 10 ditë, nga të 3 muaj, më qofshe gabim që... 3 muaj, edhe 4-5 ditë është 3 muaj. Që zoti Lapaj me i grup rrinet e para kryeministërisë, me fjalë si në shisin, ftoft, apo don, pra faktikisht Shqipëria bëhet e ka hellë dorashkën. Por sa jeni të përkrahur nga populli, ose a jeni brenda atyre përçmërive që populli po e përkrah lëvizjen e Lapajt, pra lëvizjen e Shqipëria bëhet? Mendoj që lëvizja është rritur, mbështetja po rritet, sepse përpara zgjedhjeve ne ishim goxha mirë, por disa probleme që ndodhen, largimi Endri Shabanit e të tjera, domthon e dëmtoi lëvizjen në opinion, por tani lëvizja përsëri është ngjitë shumë dhe mendoj që kemi goxha mbështetje në popull. Po mbështetje më të madhe mendoj që e kemi në diasporë. Profesor, po më shkruan dikush, thotë, përshëndetje Leonard, thotë, po e ndjek me shumë vëmendje, thotë zotërin Kaca, thotë, dhe po e dëgjoj, thotë që Shqipëria bëhet që nga e organizuar në disa qytete në Gjermani. Ne që jetojmë në Bremer, kemi ku me këtë kontaktojmë, me këtë flasim? Po, mund t'i jepni numrin tim me njëherë, mund të kontaktojmë dhe mund të organizojmë dhe në Bremen, mund të hapim një nëndek të vogël dhe në Bremen. Okej. Profesor, për të largohemi nga politika, nga kjo bisedë, dhe dua të kthej përsëri tek rinia jote apo tek ajo që ju e mbarti gjatë gjithë kohës si problem, ose si kujtesë, se jo problem, por si kujtesë. Mbas 36 viteve demokraci, pra dhe në një sistemi i kaluar keni qenë të përsekutuar, të internuar, babaj në burg, dhe në këto 36 vite kush është mendimi juaj, si janë trajtuar të përdjekurit politik dhe vetë të përdjekurit politik kanë bërë gabime politike në këto 36 vite? Po përdorën? Të përgosur ose të persekutuarit politik kanë bërë gabime në organizimin e tyre, gabime shumë të mëdha trashënike, e para shoqatat e persekutuarve janë, nuk e di se sa shoqata numërohen, janë përçarë në mënyrën më të dhimbshme. Unë njoh disa nga ata, ato vazhdojnë të përçaren, vazhdojnë të jenë të pa organizuar, plus që duke qenë të varfër janë keq përdorur nga të dy anët e politikës, duke i përçar, duke ofruar lëmosha, duke i dhënë ndonjë para, duke u dhënë ndonjë vend pune, ndonjë gjë. Kështu që
ato do ishte një shtresë që po të ishte një parti politike, do ishin goxha, do kishin një zë goxha të fuqishëm. Kjo nuk ka ndodhur, për fat keq që unë s'jam organizuar asnjëherë me shoqatat e përsekutumve. Kur i shoh më vjen keq, i shoh me dhimbshuri se ku kanë përfunduar, por është një stres që është keq përdorur në atë kohë dhe po keq përdoret përsëri. Unë jam pjesë e përsekutumve, baba im nuk jeton më, mamaja ime nuk jeton më, por mendoj që kemi qenë nga ato pak familje që kemi qenë shumë përsekutuar. Por ja, unë tani kërkoj një dokument që kam qenë internu se më duhet për pensionin dhe më vjen përgjigja dëbim jo politik. Dëbim jo politik. Unë nuk kam qenë ordiner, nuk kam bërë burg për vjedhje. A e kupton se me ça problematika është domon përballesh domon duke qenë që nga i vend nuk ka marr asgjë. Tani vjen puna se ka një ligj që vitet e internimit mund të quhen vite pensioni, edhe ajo drejt nuk më jepet mua. Pra vazhdon i përsekutuar atëherë, i përsekutuar edhe sot. Përsëri vazhdon përsekutimi. E dhimbshme. Vazhdon përsekutimi. Dhe përveç asaj profesor, se kemi lexuar shumë dhe kemi dëgjuar shumë. Aq sa kemi patur mundësi, se fjala shumë është gjë e madhe, por është paradoksi më i madh kur ke për shembull dikush ka qenë në burg, ai që i ka bërë hetuesin atëherë, apo ai që e ka dënuar atëherë, apo ai që e ka spionuar atëherë, sot është në pushtet, është miliarder, kurse i përsekutuari vazhdo të jetë i përsekutuari atëhershëm dhe i sotshëm. Sa është e dhimbshme kjo, profesor? Ironia e fatit, shumë e dhimbshme. Madje një nga ato oficerët gardianët e burgut ndodhet tu në Gjermani dhe ka marrë shtrehim politike, ka marrë dhe në shtësinë gjermane, ka pas përpjekje. Qa thua? Po, dhe është një nga ato kriminalët që në qafë barit e ka mbyt njeriu, e ka kput nga korrizi një Sokolane, se nuk e di se ka pas emrin, mos gabohem, në revoltën e qafë barit dhe të Spaqit. Edhe është Gjermani me fjalësi për djegur politik. Pikrisht, ka fitu letrat, po. E bukur. Ja, kjo është drejtësia. Kjo është fati, drejtësia. Okej. Profesor, nëse ke diçka për t'u shpreh audiencës, apo diçka që ne nuk e cekëm, apo që ke dëshirë të vetë të thuash, sepse në këto pyetje kisha përgatitur, dhe nuk e di, është mikrofoni për ju, nëse keni diçka për të shtuar. Faleminderit, ato që na dëgjojnë do ju thoja që çdo angazhim që bëhet për të mirën e kombit do ishte shumë frutëdhënës. Shqipëria ka nevojë për ne s'bëjmë asgjë më tepër se sa detyrën ka shi kombit. Vetëm kështu arrim ne ta ruajmë identitetin tonë. Kaq kam. Unë profesor, shiko, sinqerisht jam mirënjohës, sepse unë e di dhe obligimin tuaj dhe mbrëm kur folëm edhe sot kur folëm, ju gjithë ditën në punë, nesër do thoni për Shqipëri, të jam mirënjohës pafund që gjetë kohë dhe ishte në bashkëbisedim me mua sot, por duhet të them që Window Radio do jetë gjithmonë një dritare e hapur për këdo dhe për ju dhe për këdo që ka dëshirë për të shpreh, për të thënë diçka, sepse me të vërtetë diaspora duhet televizit, duhet të bëjë diçka. Dhe uroj që duke patur njerëz si puna juaj në Gjermani apo kudo në vendet ndryshme të perëndimit, uroj dhe shpresoj që të dini dhe të keni forcën dhe fuqinë që të organizoni këtë diasporë dhe të gjithë ne së bashku të mund të ndryshojmë diçka fatet atij vendi, sepse është mëkat. Është mëkat se shiko profesor, unë e përdor shpesh, mirë se ne po ikim, të gjithë le të ikim, le të lëshojmë Shqipërinë, mos ngel asnjë shqiptar atë. Po varet profesor ku do i çojmë, se si marrim dot ato. Pikrisht kjo që na mban të gjithë, unë këtu nuk quhem Eduard Kaca, unë këtu quhem shqiptari.
dhe Albana. Absolutisht, dhe Albana, Dhe e vërtet. pikërisht ne prezantojmë këtu kombin ton, shtetin ton, kulturën ton, prandaj duhet të bëjmë çmos për ta ngrit këtë emër sa më lart. Kjo është paktën unë kështu e shoh si detyrë Absolutisht. për ta ngritur sa më lart. Profesor Gjamir Njohës, të falenderoj shumë që më nderove sonde në emision dhe shpresoj që mos të kem mërzitur dhe të kem dhe herë të tjera ju apo miqtë tuaj, pra shpresoj që të kem lënë ato shijen pozitive që të më vini edhe herë të tjera. Patjetër, me kënaqësi. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për intervistën dhe shpresoj që të shihemi ndoshta dhe ndonjëherë Se jo. Nuk jemi shumë larg, kështu që do e pim një kafe. Patjetër. Urime për radion Horizont, Windows Radio Horizont. Urime edhe për ju dhe për angazhimin tuaj. Shumë faleminderit profesor. Ju përshëndes dhe ju uroj sukses edhe rrugë të mbar nesër për Shqipëri. Faleminderit, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonde Horizont. Bashkëbiseduam me doktor Eduard Kalca, profesor i filozofisë dhe psikologjisë këtu në Gjermani, i angazhuar me Shqipëria Bëhet, pra sikur e tha dhe vetë profesori, sekretari i përgjithshëm për Gjermaninë për organizimin dhe ngritjen e strukturave të Shqipëria Bëhet, por ne u përpoqëm që me profesorin jo të bëjmë thjesht në bisedë politike, por të kuptojmë diçka më tepër tek ana e sociale, sociologjisë, filozofisë mentale të popullit tonë, të problematikave, se si ne duhet të ndryshojmë mentalisht dhe se si ne duhet të ndryshojmë filozofikën e politikë bërës apo se si duhet ne të jemi të moralshëm apo si duhet ne të kuptojmë ndryshimin kulturor, mental, social të vetes tonë. Ne u përpoqëm të themi diçka, nuk e di, shpresojmë që edhe ju të keni kuptuar diçka nga ato çfarë ne tham. Nëse kemi thënë gjëra të duara dhe ju kanë pëlqyer, faleminderit. Nëse kanë qenë gjëra që ju nuk ju kanë pëlqyer, fundin ne kemi thënë mendimin tonë dhe përsëris ftesën për të gjithë ju miq që keni dëshirë, kush ka dëshirë të komunikojë, të thotë një histori, të tregojë diçka, të promovojë libër, muzikë, çfarë të dojë, pra që ka diçka për të thënë për dëgjuesit e diasporës, Windows Radio dhe gjithmonë e hapur, madje edhe ju mund të na sugjeroni në rrjetet tona sociale dhe do kënd që ju keni dëshirë të jetë në emisionet tona, ne do përpiqemi të krijojmë hapësirën. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, ju rikujtoj që emisionin mund ta ndiqni ritransmetim sonte në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 në orën amerikane dhe në Kanada, si dhe nesër në orën 13 me orën evropiane. Por mos harroni miq, ritransmetimi ndiqet vetëm në radio, pra përmes platformave Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, qoftë edhe në website-in zyrtar windowradio.de. Po ashtu ju mund të pëlqeni edhe faqen e Facebook-ut windowradio.de, sepse aty jemi në çdo emision live, po ashtu kemi edhe informacione dhe lajme të fundit. Nesër do jetë edhe në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Windows Radio hapësirë, mjafton që të bëni një subscribe dhe ju mund të ndiqni pra komplet programacionin dhe njoftimin që ne japim për ju. Unë lë takim nesër mbrëmë, pra të premten në datën 27, do jetë një ftuar tjetër dhe një ftuar i një kalibri të lartë, pra është një mysafir me vërtet që është shumë interesant dhe ka qenë dhe kandidat për eurodeputet për Italinë në Bruxelles, por nuk do shpalos shumë nga surpriza, por do jetë vërtet një bisedë shumë interesante. Pra u lë takim nesër mbrëmë në emisionin radhës Horizont. Ju përqafoj të gjithëve përzemërsisht dhe falenderoj nga zemra për kohën që na dhurohet sonde dhe natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Windows Radio.de.